se nuk janë certifiku rezultatet ende, por është e drejta e tij. Mendoj që ai ka luftu, ka deri në fund, është përpjek, është pakës për keqardhje, kushtrim se në raundin e parë zoti Gashi për pak vota, domethënë ka metë dhe ka shku në balotazh. Rreth 47% i ka marrë në raundin e parë, kështu që e thash edhe një herë gjithë ta kryetarë që kanë pas mbi 45, 46, 47 me të vërtet për një numër të vogël të votave kanë shku. Komunën e Obiliqit e kemi më afër edhe mundemi me ndjek më afër, më përsafërmi ose njohim njerëz, kanë qenë mjaft kënaqur kur e merr domethënë rezultatin për herën e parë, pothuajse çdo i dyti e ka votu, por tash po shohim që është buni blok, është edhe ndoshta e ka penalizuar edhe pak kisha më thon kushtimisht zotin Gashi, se është për shumë vite kryetar. Ky ka qenë mandati i 4 me sa e di për cilin ka konkuruar. Në fakt janë 300 vota diferencë. Kështu që mundet nëse ka një diasport madhe ende më u përmbys rezultati, po Obiliqi është komunë e vogël, nuk e dia ka kapacitet domethënë të njerëzve që jetojnë jashtë diasporës.